Neritan Seferkolli, një nga ish zyrtarët e lartë të Partisë Libra të Bemblushit, ku edhe garoi për kryetar, përmes një komunikimi publik në rrjetet sociale, ka akuzuar shkrimtarin për përvetësim të fondeve publike. Ai shkruan se Bemblushi është hiti i panajirit të librit këtë vit me librin ku provokon myslimanët dhe akuzon shkrimtarin se ai nuk është një mysliman, por hajdut. Seferkolli deklaron se Blushi është hajdut sepse mori 265.000 euro nga fondet e Libra dhe krijoi skem mashtrimi duke deklaruar shpenzime fiktive, aktivitet fiktiv në bashkëpunim me administrator të sajuar nga ai, të shpërblyer me vende pune në pas. Mëtej ai deklaron se Bemblushi është hajdut pasi gruaja e tij është përfituese me 16 milion euro nga inceneratori i Fierit, ku asnjë tulle nuk është vendosur. Beni Blushi është hajdut dhe jo musliman sepse i dha Top Newsit me qira koordinatorit të mediave në Libra, i cili më pas doli përfaqësues i Klodian Zotosve Mertirit. Bemblushi është hajdut sepse pastroi 8 milion euro si pag nga Top Channel. Bemblushi në fakt ishte grabitës sepse maskohet. Ai për të fshehur gjurmët nga inceneratori i Fierit fshiu webin e Partisë Libra, që emrat e punësuar në inceneratorin e Fierit mos dilnin ish drejtues të Libra për të zbuluar skemën, deklaron Seferkolli.